që duan vetë, arrin ta menaxhojnë shumë mirë situatën, edhe pse janë shumë të vegjël, janë shumë të zgjuar. Ka interes nga Unë besoj që ka interes. Ka shef një ndryshim në breza apo në vite? Unë mendoj që ka një ndryshim, ka interes, edhe prindrit janë më të ndërgjegjësuar, përpiqen që të gjejnë, janë një vështirësi të jashtëzakonshme, shpesh herë shoh që të gjejnë titujt e duhur për fëmijët e tyre, sepse librat në Shqipëri shpesh në vite nuk është se kanë qenë të botuar sipas grup moshave, nuk është se ka pasur një mundësi që ata të orientoheshin. Edhe sot e kësaj dite, për shembull, gjithmonë do duhet t'ia shpjegosh. Dhe është pak relative, se ti mund thuash për këtë grup mosh, por pastaj është si çfarë do fëmia, sa është mësuar që të lexojë, nëse është një fëmijë që nuk lexon shumë ose nuk dëgjon shumë, duhet gjesh disa gjëra që ja tërheqin interesin, disa gjëra që janë pak më të shkurtra, pastaj ka fëmijë që nuk duan shumë ilustrime ose anasjelltas, nuk duan me shumë faqe, por duan me pak faqe. Më thënë janë kaq të larmishme sa që kur thon për shembull na rekomandoj një libër për fëmijë, pyetja e parë thuhet çfarë i pëlqen fëmijës dhe sa lexon fëmia. Dhe përpiqem për shembull kur kam komunikim me prindrit, përpiqem që fëmijën ta lënë në një libër tjetër dhe të mos dëgjojë çfarë thot prindri, sepse nuk më pëlqen kur prindrit u thonë në sy të tjerëve të metat fëmijëve. Është e gabuar, është e trashëguar në mentalitet, ndoshta brez pas brezi, por jo, nuk i duhet thonë fëmijës që fëmia im nuk lexon gjatë se nuk ka durim, nuk e mbaron kurrë një libër. Mos ia thuaj në sy të dikujt tjetër. Por ama është problem edhe gjetja e librave, sepse un kam një fëmijë 5 vjeç e 8 muaj dhe kam vështirë për t'i gjetur libra, besoj. Ato që janë në qarkullim në libraritë kryesore, unë i kam në shtëpi, i ka lexuar. Si të duken? Polici poli, me televizor, ambulanca, por jam pak dhe shpeshherë më duken dhe të vështirë. Edhe për moshën nuk gjej dot le të themi atë që realisht mund deri diku mund të kenë edhe elemente të cilët mua nuk më pëlqejnë. Për shembull polici, si figura e policit është shumë e vlerësuar, burgu shumë i vlerësuar, si në pjesën e filmave për fëmijë e gjetjet e librat. Pra të duash t'i japësh një model tjetër e ke të vështirë. Nuk e di nëse ti e ke të kuptoj shumë mirë. Problemi është që si në disa fusha të tjera të jetës krijon disa trende, nga disa trende qoftë edhe të importuara nga jashtë, se nuk dua të vëgishtin askund, dhe pastaj dhe fëmia qoftë edhe nga ana sociale ku është në kopësh apo në shkollë tërhiqet se ka marrë shoku apo shoqe apo shkon zinxhir dhe është shumë e vështirë që ta kontrollosh këtë pjesë. Do duhet, për mua këshilla vetme është që duhet të lexojnë prindrit. Është e pashmangshme, nuk mundesh të vesh do të një libri, një etiketim të tipit që ky bën apo nuk bën në rast se ti nuk e lexon. Do duhet të hapësh librin, të kuptosh tematikën. Librarët e kanë totalisht të pamundur që të lexojnë librat, sepse librat janë të shumë dhe nuk besoj. Janë të rrallë librarët që kanë lexuar librat dhe mund të japin një këshill. Me autorin kur ti je në librari nuk e gjasa që të takohesh vetëm nëse rastis edhe e njeh dhe e pyet etj. Kështu që e vetmja mënyrë është që në atë librari të harxhosh disa minuta nga koha jote, të ulesh dhe të lexosh 2-3 libra që ty të pëlqejnë. Sigurisht e pyet dhe librarin të jap një orientim, por do duhet i besosh vetëm vetes tënde, sepse fëmin tënd më mirë se sa ty nuk e njeh askush tjetër. Këtë vit jam pëlqyer më shumë romanet me autor shqiptar, të huaj, tek pjesa e letërsisë për të rritur tani. Te kjo pjesë nuk është se mund të them shumë për hir të së vërtetës, sepse unë jam e fokusuar më tepër tek letërsia për fëmijë. Shoh nga të gjitha anët që stendat Panajiri është plot, e shtuna njëherë ka qenë një ditë e të mbushur dhe besoj që edhe nesër do të jetë, pavarësisht se me sa kuptova është edhe ndeshja dhe ndoshta mund të prek disi interesin e pasdite, po vazhdon edhe pasdite, kështu që gjithsesi unë them që është krijuar një mendësi që në Panajirin e nëntorit ne do të shkojmë, do të blejmë, do të mbushim çantat plot. Kam frikë se fokusohemi vetëm tek Panajiri nëntorit. Kam frikë se i mbushim ato çantat plot me atë pikë synimin duke e kthyer në një shitore të madhe, kur realisht do doja që njerëzit të blinin gjatë gjithë vitit, ishin të lidhur me librin dhe Panajiri nëntorit ishte kryesisht, ka ardhur koha tani të jetë vetëm me tituj të rinj, vetëm me tituj të rinj dhe të jetë një vend ku shkrimtar, studiues dhe njerëz të pasionuar pas librit të mblidhen, të diskutojnë, të kenë këndin e tyre, të vendosin, të bëjnë takime nga më të ndryshme, nuk është e thonë të jenë vetëm promovime dhe sigurisht pastaj pjesa e letërsisë për fëmijë dhe sidomos e letërsisë shqipe për fëmijë kërkon një kënd të veçantë. Ne nuk kemi një panajër të letërsisë shqipe për fëmijë ose të letërsisë për fëmijë. Letërsia për fëmijë është ndryshe, nuk është një gjini e letërsisë për të rritur.
është një tjetër letërsi. Letërsia për të rritur ka prozën, ka poezinë, ka dramën, ka çdo gjë, ka novelën, kështu i ka dhe letërsia për fëmijë. Kështu që nuk mund ta marrësh si një aneks të letërsisë për të rritur, apo ta ngatrosh me një zhanër të letërsisë. Dhe meriton të ketë vendin edhe në çmime, edhe në vëmendje, edhe në mbështetje, edhe në panajira. Do të thua shti Rovena këtë e bëri shoqata botuesve, pse nuk bën dhe këtë, apo do duhet një shoqat tjetër? Unë nuk mund të hyj deri në këto detaje, sepse jam shkrimtare dhe autore, por mendoj se ka ardhur koha që panajiri nëntorit duhet jetë më i fokusuar në marrëdhënien midis autorëve, botuesve, studiuesve, mundësisht me botues të huaj, në mënyrë që të arrijmë të komunikojmë më shumë me njëri tjetrin dhe të shkëmbejmë ato mendime dhe përvoja që kemi, madje dhe libra tanë, dhe pastaj me titujt e rinj sigurisht kënde dhe takime me lexues të interesuar, qofshin këta të specializuar, qofshin pastaj për fëmijë që duhet të ketë një hapësirë krejt tjetër nga të rriturit. Më the 2 libra të rinj për fëmijë këtë panajir? Po, 2 libra të rinj janë Pema këngëtare. Kjo? Edhe Sekreti i fshehur në libra. Që janë për moshën? Janë për moshën e vogël, fillojnë nga mosha 5 deri në 7-8 vjeç, janë të konceptuara, kjo vjen në shqip dhe në anglisht. Kjo Pema këngëtare? Po, Pema këngëtare është në shqip dhe anglisht dhe në fakt shkon për një kauzë. Shkon për një kauzë shumë të rëndësishme për fshatrat sot. Çdo libër që shitet shkon në buxhetin e tyre dhe jam e kënaqur që janë bashkuar dhe një kauzë humanitare dhe mendoj që kur e marrin prindrit i edukojnë dhe fëmijët për diçka më tej leximit. Ndërsa ky është një libër shumë i veçantë. Sekreti i fshehur në libra. Po, është një libër shumë i veçantë, Aurora, sepse të gjithë librat e mi kanë një histori që fillon dhe mbaron. Ndërsa aty janë 9 trofenja dhe një poezi. Janë, nuk i quaj lexime të para, që në fakt nuk kanë të bëjnë që mbarove abetarin dhe i kesi leximet para, por e kam për fëmijë të cilët nuk janë shumë afër me leximin dhe kam dashur t'i tërheq me një stil tjetër, me një fjali më të shkurtër, me shumë më tepër, le të themi, argëtim ose tema më joshse, në mënyrë që të gjejmë atë formën e duhur për të arritur tek fëmijët. Dhe sigurisht, ata që duan prozën e shkurtër, humorin, edhe element të tjerë të fantazisë, sigurisht që e lexojnë dhe janë të mirë pritur. Mendoj që janë 2 titull të rinj të mirë dhe e shtojnë atë gamë